Disa nga meteoritët më të çmuar që gjinen në tokë janë ato që vijnë nga Marsi. Këto janë gurë që janë shkëputur nga sipërfaqja e Marsit, që në kohë kur Marsi sapo ka qenë formuar. Në ato kohë, asteroidë shumë të mëdhenj binin në Mars dhe forca e tyre shkatruese grinte gurët e Marsit në hapësirë. Që nga ajo kohë, miliarda vite përpara, këto gurë janë rrotulluar nëpër sistemin diellor dhe disa prej tyre kanë rënë edhe në tokë. Dhe kur gjenden në tokë këto gurë, vlerësohen nga shkencëtarët dhe shihet që këto gurë kanë ardhur nga Marsi. Këto janë gurë fosile, domethënë gurë shumë të vjetër, të cilët kanë qenë të paktën 3 miliardë vjet përpara në Mars. Ndoshta përpara se jeta në Mars të jetë formuar. Nëse Marsi ka patur përpara jetë, megjithëse gjumë të saj NASA ka filluar të gjejë gjumë të jetës, megjithëse është herët për momentin, por nëse ka patur jetë në Mars, këto gurë kanë qenë përpara jetës në Mars. Këto lloj gurësh që gjenden në tokë, nga historia e hershme e Marsit, nuk gjenden më në Mars. Domethënë është vështirë të gjesh këto lloj gurësh në të paktën në sipërfaqen e Marsit. Sepse Marsi ka evoluar, se gurët evolojnë ndryshe në planet, ndryshe në hapësirë. Në hapësirë gurët ndalojnë zhvillimin, evolucionin e tyre, ndërsa në planet guri evolon. Dhe ndoshta nëse ka patur jetë në Mars, ato gurë kanë evoluar edhe më tepër. Pastaj atmosfera e Marsit e gjithë klima e Marsit ka ndryshuar gurët, ashtu siç janë ndryshuar edhe gurët e tokës. Kur gurët shkojnë në hapësirë, ato ndalojnë avancimin e tyre evolucionar, domethënë ngjelin siç kanë qenë. Ngjashëm me këtë dhe asteroidët që gjenden në hapësirë apo kometat, quhen kometat primordiale të hershme, janë shumë të rëndësishme për shkencëtarët sepse studiojnë fillimet e sistemit tonë diellor, si ka filluar. Dhe ato janë gurë të cilët janë edhe sot ashtu siç kanë qenë 5 miliardë vjet përpara. Se nëse gurët bashkohen në një planet apo satelit, aty fillojnë procese kimike, procese reaksione lloj-lloj, të ndryshme, të cilat e ndryshojnë gurin. Nuk e lënë më siç ka qenë përpara. Jo nxehtësia, jo shkrije nga pesha, guri transformohet. Kurse asteroidët janë gurët që kanë ngelur siç kanë qenë këtu 5-6, që kur është përthyer dielli para diellit tonë. Që në atë kohë.